Do ta nista me atë tha që e ka me të vërtet special, që është gjyshi i saj, Toto. I ftojmë me një duar tërkiti gjyshin dhe Anisën në një moment unik të tyre. Sot e për gjithmon. Tani, kjo ishte një këngë që unë edhe gjyshe e këndonim kur ishim të vegjël, edhe unë doja ta kisha me patjetër këtë moment me të, sepse është realisht një nga njerëzit e mi më të dashur, më të shtyra. Sot e deklaron. Sot e deklaroj. Gjithë jetën e kam deklaruar. Jo? Jo, shumë dakord. Dakord?